ka ra gjami në tokë, ka ra ky gjam këtu, ka ra ky gjam qështu ka ra. Gjami poshtëm, jo po shdash vetëm shtyhet kaq, kështu. Një dritare, cila tash është krejt ndryshe, i ka 3 gjama, dritarja me kornizë që ka ra i ka pas 2 gjama. E gjej me 10 bulona, që ne ende ka njerë i thëjmë shrafa, për me kuptu, do të 10 të cilët janë të qitur në mbes të kornizës, dhe kjo është dokumentume, nuk pe thamon, këta e thujnë inxhinier, këta që kanë bërë super ekspertizë. Dhe i gjejnë këto kanë qenë fatkeqësia. E gjejnë faktikisht që mënyra e përdorimit është kështu. Ju e shihni për shembull që kjo pjesë ka qenë, kjo pjesë për ju e kam, jo për publikun. Kjo pjesë, sepse unë i kam blenë në vendin e njëjtë, ata që kanë ndërtu këtë pjesën e xhamit, fasadës xhamit të hatën. Do të shihni sa është, lesisht se si është që del. Që kjo ka qenë. Do të ndemi a fakturën, do të që kjo ka qenë që është në këtë formë, faktikisht, për shkak të lëvizjes që ka qenë prej poshtë nalë, ka ra korniza, paramenone është tragjike me rami kornizë, e cila është dashur jo të shtyhet kështu, sepse nuk bjen, po është dashur vetëm shtyhet kaq kështu. Dhe është vërtetu nga këta ekspert, që të kanë marrë në qafë mas pari familjen e të ndjerës, pastaj e kanë marrë qafë këtë djallë. Që deklarojnë këta ekspert, e paramenoj japin mësim inxhinierave, deklarojnë që lehtësisht bjen me përdorimin e forcës 27 kg këtë formë, jo shtyje sa dush, para më nuk kanë bëhë humor. Thoj, ne jemi 2 inxhiniera që kanë shku në vend gjarës. Njeni 120 kg, tjetri sfar peshi ka pas, bitë edhe. E do të kemi shty sa minut në ato pjesë. Nuk bjen, mirë po bjen lesisht me përdorimin e forcës 27 pesha, faktikisht 27 kg, fuqia e kësaj, mirë po eksperti tjetër, i cili është Ermal Macedonci, e ka vërtetu në mënyrë shkencore që jo vetëm me fatkeqësisht që bjen me këtë forcë shtyse, por e ka vërtetu që bjen me forcën prej 9 deri 10 kg. Ajo që është rëndësishme për këta, sepse ju e dini, ka ra gjami në tokë, ka ra ky gjam këtu, ka ra ky gjam qështu ka ra. Gjami poshtëm, jo po, do të tregu që nuk ka ra gjami nalë, sepse nëse ju më shtyni mu edhe bi me gjam komplet, atëre mund ta këtë shty kë. Por nëse bjen gjami me kornizë, edhe është gjami poshtëm, jo gjami nalë, do të përvërteton që Klara ka qenë me një pozicion që me trupin e saj, me shpinën e saj, ka mund të nxjerrë kornizën edhe me radhë. Këto për thëjnë provat janë.